Si zakonisht në çdo natë unë përgatis havë në shtëpi dhe kësaj radhe do përgatis një havë me rrushtë të thatë dhe ora. Përgatitja është e thjeshtë, ekonomike, shpresoj t'ju pëlqej kur ta shihni videon në vazhdim. Si që do në tradita, në çdo natë madhe unë përgatis havë dhe kësaj radhe do përgatis një havë shumë qesha, cili përgatitet me rrushtë të thatë dhe orra. Fillimisht merrni rrushin dhe vendosni në njëjin, i hedhni ujë kështu. Unë këtu kam 150 gram me rrushtë të thatë. Mori një tenxhere dhe në fillim përgatisim shërbetin. Na duhen 2 gota me sheqer, gotat nga 200 ml. Një vanilë sheqeri për aromë dhe na duhen 500 ml me ujë. Përzi masën dhe në temperaturë mesatare zim shërbetin duke përzier kështu vazhdimisht derisa ai fillon të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, e largojmë nga zjarri dhe vendosim në njërën anë tjetër të zjarrit në temperaturën më të ulët në minimale në numër 1. Morim tash njëjin tjetër, ku do përgatisim havlin, pra ku do përgoj millin. Në të kam hedhur 200 gram me puter, unë kam shtu, ju mund të shtoni gjalp apo margarin, varet, si pas dëshirës suaj, mund të përgatitni dhe vetëm se me vaj, mirë por nuk do ketë atë shijen. Tash do ja shtoj 120 ml me vaj. Më mirë është që të bëjmë kombinimin e gjalpit me vaj, sepse për ndryshe do del havlla shumë e fortë, nuk do del e mirë, kështu nëse kombinojmë vajin me klynin apo puterin, atëherë do del e butë dhe do i del një shije shumë e mirë. E përzim kështu, në temperaturë mesatare do e shkrijmë gjalpin plotësisht derisa të bëhet bashkë me vajin. Gjalpi është shkrier plotësisht, tash e shtoj në millin. Dikun mill do shtoj me rreth 500 gram. Mirë po nuk e shtoj të tërin për një herë, shtoj kështu pjesë dhe e përzim. Pra duhet që t'na del një masë pak më e lëmshme, më lehtë e kemi që të bëjmë përgimin dhe më i mirë do del havli. Për atë arsye e shtoj millin kështu lulu kur ta përgoj, që t'na del një havël pak më i butë, më mirë do jetë. Shtojmë përsëri, përzim gjithsa ta arrijmë atë trashësinë e duhur, se donjëherë varet nga marka e millit. Nuk duhen 500 gram, ose do na duhen dhe më shumë varet. Shtu përzim, shtoj, ende duhet mirë. Në më letë do bëhet përgjimje. Kur të përgatit një havë, duhet pa tjetër ta keni një tigan të lloji që nuk ngjet, se për ndryshe do ju digjet millin dhe do i vjen havlit era djegur, nuk do e ketë atë shijen e mirë. Përzim. Besoj se trashësia e millit është mjaftueshme. Tash vetëm na nevojitet përgjimje i millit, duke përzir patjetër duhet kështu vazhdimisht, derisa ta arrijmë atë trashësi e dëshiruar. Trashësia e millit është mjaftueshme, tash na nevojitet vetëm se përzirja dhe përgjimi derisa ta arrijmë ngjyrën e dëshiruar. Temperaturat janë mesatare, vetëm se duhet përzirja tjetë e vazhdueshme, asnjë sekond nuk duhet që të largohemi nga zjarri, kështu duhet të qëndrohemi mbi zjarr që të bëjmë përzirjen. Milli ka fillu që të merr ngjyrën kafe. Kam përgatitur rreth 15 minuta, mirë po nevojitet të merr ngjyrë ende, të merr atë ngjyrën kafe.
Ka tjetër përzirja duhet bëhet vazhdimisht. Mielli ka marrë ngjyrën e dëshiruar, pra duhet të merr këtë ngjyrë të delë bashkë me pamje shumë e bukur dhe të ketë një shije unike. Qofse e lajmë pak më të bardhë ngjyrën e miellit edhe shija nuk do jetë ashtu e havlës e mirë. Tash e shtoj arrat dhe rroshin e thatë dhe uli temperaturën në minimale dhe e përgoj arrat dhe rroshin e thatë bashkë me mielin dikon për 3-4 minuta. Derisa kështu mos të vloj mielli, tullet mirë temperatura. Nuk ja hedhim arrat dhe rroshin e thatë në fillim, sepse nevojitet përgjimi gjatë i miellit, do digjen arrat dhe rroshi dhe do i humbë shija havlit. E përzim kështu në temperaturë të ulët dikon për 2-3 minuta. Kam përguar masën mirë, dikon për 5 minuta. Është ullur temperatura, tash fillojmë që t'ja shtojmë shërbetin, pra shërbetin ja shtojmë pjesë. Shtojmë kështu një pjesë dhe përzim masën. Shtojmë përsëri pjesën tjetër, pra se si skuzon që të jetë temperatura e lartë, sepse për ndryshe do del mielli nga ena, qofse është temperatura e lartë, dhe ja hedhim shërbetin, pra tjetër duhet që të lajmë pak ftohet, për atë arsye e ulim temperaturën. Shtojmë shërbetin kështu pjesë dhe e përzim masën. Shtojmë e përzim, derisa të fitohet një masë e një trajshme kështu. Përsëri shtojmë përzim, në këtë mënyrë e hedhim gjithë shërbetin. Kam hedhur gjithë shërbetin dhe kam hyrë temperaturën në maksimale dhe tash masën do e zi kështu duke e përsirë derisa ajo të trashet plotësisht. Masa është trashur plotësisht, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash ja shtoj në një luggjelle me tahin, krem i forave të susamit, ja jep një shije shumë të mirë havlës. E përzim kështu që tahinit përhapet në të gjithë masën. Dhe masa është gati të largohet nga zjarri. Pasi e kam largu havlën nga zjarri, marr një tepsi kështu, rreth orë apo 4 orë, varet çfarë do forme që i jepni, në të shtroni një foli najloni dhe vendosni havlën. Dhe ja jep një formë, kështu e kaloj gjithë masën. Tash masën e rrashoj kështu dhe ja jap një trashësi të njëjtë nga gjithë anët. Duhet që ta bëj më të rrash. Kam rrashuar masën, tash e kthej kështu në një pjatë apo në një tepsi tjetër. Ju ka dhënë forma, ja largoj folin, marr një thikë dhe filloj që të bëj dekorin. Ju mund ta dekoroni në çfarë do lloj mënyre. Kjo mënyrë shumë bukur. I hedhi fëstëk të bluar.
vendosi disa hurme. Dekorin thjesht mund ta bëni sipas dëshirës. Disa fëstëk të plot në mes. Mund t'ja vendosni dhe kështu me këtë lëvoshkën për më bukur. Disa dhe vendosja ashtu. Disa karajfil. Dhe havlla është gati. Mund ta largoj një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Ja dhe si duket havlla, vërtet ka dalë shumë e mirë. Besoj se dhe shija ka për ju pëlqy, gjithë ju që përgatesni ju bëft mirë. Ju lutem këtë video të ndani tek miqët dhe dashamirët tuaj, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës, urime nata e madhe.